Sultani, të gjithë janë kurios, si lindi logo e UÇK-s? Ka qenë vitin 1997, UÇK-ja tashmë kishte marrë formë, ishte forcuar dhe kishte bërë emrin e saj në skenën e Kosovës me luftën e saj për çlirimin e Kosovës. Dhe natyrisht që asaj i mungonte diçka shumë e veçantë, një shenjë dalluese, dhe unë kam pasur fatin që të më propozohet nga kryesia e atëherë Lëvizjes Popullore të Kosovës për ta dizajnuar amblemën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilën e kam bërë me shumë kënaqësi dhe natyrisht që kjo amblem pas një kohe shumë të shkurt ka marrë dhemë dhe është publikuar gjithkund, është bërë simboli më i dashur për shqiptarët, sepse në atë simbol ata kanë pa lirinë e Kosovës. Po duhet ndalim pak, ku është ideuar, ku e keni ideuar, sa kohë ju desh, ku është punuar, le themi, versioni final, dhe sa kohë desh deri që të arrini të ky version, apo me njëherë e kishit në mendje versionin e logos UÇK-s? Jo, simboli i UÇK-s është propozuar nga kryesia e Lëvizjes atëherë, dhe pasi kam marrë për detyrë në vitin 1997, ka qenë fundi i vitit 1997, pas mund të them 1 javë ose 2 javë punë, ashtu ka qenë, nëse me sa më kujtohet, unë ja kam dorëzuar propozimin tim dhe propozimet bashkë me disa propozime tjera për ta vendosur si logo të UÇK-s. Natyrisht e kam favorizuar gjithmonë këtë që është zyrtare, dhe ky simbol masandej nga kryesia e Lëvizjes është vendosur që të përdoret si simboli ushtrisë çlirimtare të Kosovës, bashkë me shenjën dalluese që është në fotografinë që po e shohin teleshikuesit, është rregulluar edhe është punuar edhe ajo e krahut, që është vendosur që ka një formë pak më ndryshe nga kjo. Dhe të dyja bashkarisht kanë marrë emrin e merituar, jo për shkak të dizajnit që e kam bërë unë, po për shkak të atyre që e kanë bartur këtë amblem, për shkak të dëshmorëve të cilët kanë rënë në betejë dhe e kanë vulosur këtë amblem me gjakun e tyre. Emri im dhe emri i askujt tjetër nuk do të përmendej, sikur të mos ishin ata që do ta bartnin këtë amblem. Sikur të mos ishin dëshmorët të cilët do ta gjakosnin këtë amblem dhe do ta shkruanin me shkronja të arta emrin e UÇK-s në pagjet e historisë Kosovës dhe të popullit shqiptar. Pavarësia e Kosovës është rezultat i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe i ndihmës që ka ardhur nga shtetet demokratike perëndimore, të cilat me sulmet ajrore kanë intervenuar kundër barbarisë serbe, e cila po ushtronte gjenocid ndaj shqiptarëve në Kosovë. Andaj secili shqiptar duhet të ndjehet krenar për këtë arritje dhe emblema UÇK-s është ajo, si themi, zemra e krejt kësaj lirie.